أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Haxhi prej fillimit e gjeri në fund është i mbushur me rite dhe qëndrime, të cilat e bën njeriu ta ndjen madhërinë e Allahut dhe fuqinë e tij, ndërsa urtësitë dhe sekretet e tij i shfaqen çdo kujt që ka zemër ose dëgjon dhe është prezent. Në secilin rit ekziston përkujtim, këshill dhe mësim për atë që dëshiron të mësohet, këshillohet apo përkujtohet. Në vijim të këtij programi do të përmendim dhe do shikojmë disa nga sekretet dhe urtësitë e haxhit. Veshja e ihramit. Në ihram shprehet qartë barazia në mes të gjithë muslimanëve, pushtetarit e jo pushtetarit, të pasurit e të varfërit. Pastaj, veshja e haxhinëve në të bardhë paraqet ringjallje në jetën e ahiretit, duke vënë në pah se dynjaja është kalimtare dhe se nuk është normale që besimtarin e mençur ta largojë nga përgatitja për jetën e përhershme. Në esencë, kjo do me thënë zhveshje nga epshet dhe përmbajtje e tyre, duke mos lejuar në asnjë mënyrë që mendimi dhe meditimi yt të përqendrohet në diçka tjetër përveç Allahut xhelle shanuhu. Lebejk, Allahumme lebejk. Të përgjigjemi, o Allah, të përgjigjemi, i përgjigjemi ftesës tënde. Me të shprehet përgjigje e ftesës së Allahut xhelle shanuhu. Andaj shpreso që duaja jote dhe prezenca jote në këto vende të shenjta të jetë pranuar nga Allahu xhelle shanuhu. Merë pozicion në mes shpresës dhe frikës në çështjen e pranimit të haxhit nga forca dhe fuqia jote e pastër, në begatin dhe fisnikrin e Allahut subhanahu wa ta'ala i mbështetur. Ecja në mes këtyre dy kodrave, po ashtu për besimtarët paraqet kërkesën e tyre të shpesht për tu lishuar Allahu xhelle shanuhu mëshirë.
Në këtë përveç që shprehet për ulja para fuqisë së të madhit Allah, shprehet po ashtu edhe pasimi i Haxheres, gruas e Ibrahimit a.s. dhe nënës e Ismailit a.s. Ecja e bekuar e së cilës në mes këtyre dy kodrave ka mbetur rit i ligjësuar gjerë në ditën e Kiametit, me të cilën adhurohet Allahu xhaleshanuhu, si dhe përfitohet rregulli praktik i jetës, i cili është obligueshmëria e lëvizjes, punës, përfitimin e jetës, nxitjen për punë dhe largimin nga përtatësia. Ebu Dherri thot se e ka pyetur Resulallahin: o i dërguari i Allahut, cila faltore është vendosur e para në sipërfaqen e tokës? U përgjigj: Mesjidul Harami. Më pas e pyeta, tha: Mesjidul Aksaja. Me sa kohë distancë ka mes tyre? Me një kohë prej 20 vitesh pas faltores së parë. Cilat janë kushtet për një haxh të pranueshëm? Kushti i parë është që të bëhet nijet qëllim për një haxh të sinqert dhe jo për një vizitë turistike. Kushti i dytë është veshja e ihramit, apo ndryshe zhveshje nga pasionet e botës së brendshme, dhe kushti i tretë është të hysh me edukat në Haremin Sherif. Pejgamberi a.s. kur e këshilloi Omerin, i cili ishte një burr i fuqishëm dhe i madh, i tha: o Omer, ti je burr i fuqishëm, mos i mundo njerëzit për të arritur Haxherul Aswad, gurin e zi, mos lejo të shqetësojnë, por as mos i shqetëso të tjerët. Nëse e gjen rrugën e lirë për te guri i zi, përshëndete dhe puthe. Përndryshe, bëj me shenjë nga larg, kalo duke thënë kelime u tauhidin dhe tekbirin. Dhe kushti i fundit është të shfrytëzojmë kohën për ibadete dhe jo të miremi me historitë e njerëzve. Është shumë e mirënjohur historia e dietarit Halid Bagdadit, i cili dëshironte të shkonte në Qabe, por para se shkoi në Qabe, ai së pari shkoi në qytetin e Medines dhe muar këshilla nga një medinali. Ai i tha: nëse në Qabe vëren diçka në kundërshtim me etikën, mos mendo menjëherë keq dhe mos e gjiko gabimisht atë. Angazhohu ta zbukurosh botën tënde të brendshme. Por ky dietar harroi këshillën dhe pa një njeri nga larg që ja kishte kthyer shpinën Qabes dhe filloi të mendon keq. Pasi dolën ballë për ballë me këtë njeri që ja kishte kthyer shpinën Qabes, ai personi i tha: a e din se respekti që i bëhet një besimtari është më i vlefshëm se respekti i Qabes, sepse shpirti është nga Zoti. Ruaje e mos e haro këshillën e atij Medinaliut. Ky dietar u habit dhe tha: kush valli tregoi këtij personi këshillën që mua ma dha Medinaliu? Me këtë tregohet se një njeri i cili shkon në Qabe për të kryer haxhin nuk duhet asnjëherë të haron këshillën kryesore, që të mos miret me të tjerët, por të miret vetëm se me vetveten, me të mirat dhe me mëkatet e veta. Ibrahimi a.s. pasi vendosi familjen me urdhrin e Zotit, gjeti edhe temelet e Qabes dhe i rindërtoi atë. Ibrahimi a.s. e urdhëroi djalin e tij Ismailin a.s. që të shikon
rreth e rrotull Qabes, mos vallë gjend ndonjë gur i cili do jeti përshtatshëm për vendin e vetëm që kishte ngelur pa vendosur, për një skaj të Qabes që kishte ngelur e paplotësuar. Ismaili a.s. shkoi me orë të tëra, por nuk gjeti asnjë lloj guri. Kur u kthye e pa skajin e Qabes që ishte i plotësuar me një gur i cili ishte i veçantë, i cili dalloheshte nga të gjithë gurët tjerë, dhe e pyeti babain e tij: "O babai im, kush e solli këtë gur?" Ai u përgjigj: "Këtë gur e sollën melekët nga xheneti." Pra, Hajretul Aswad, guri i zi, është një gur nga xheneti që e plotësoi skajin e Qabes dhe që në fillimet e saj ishte i bardhë. E pyetën Muhammedin a.s. "Ja Resulallah, pse atëherë quhet guri i zi, kur ti më parë the se Ibrahimit a.s. melekët prej xheneti ja prun një gur i cili ishte i bardhë?" Ai Muhammedi a.s. u përgjigj: "Ishin mëkatet e njerëzve ata që e nxin gurin e bardhë." Gjithashtu ata të cilët e rindërtuan Qaben, pavarësisht se nuk e besonin Allahun ashtu siç duhet, ishin edhe mushrikët dhe fisi më i njohur Quraysh. Fis prej ka prej ardhe edhe vetë Muhammedi a.s. Qurayshitët e rindërtuan Qaben 18 vite para hijretit, 5 vite para profecisë së Muhammedit a.s. Dhe ajo çka duhet të potencojmë këtu është se pavarësisht se nuk e besonin Allahun ashtu siç duhet, pra në formë të drejtë për drejtë, por e besonin Zotin me ndërmjetësimin e idhujve, kjo nuk do me thanë që Qabeja është ndërtuar me pasuri të ndaluar, përësie se Kurejshitët, mushrikët e kishin kriter kryesor që ndërtimin e Qabes ta bëjmë vetëm se me pasuri halal. Allah